Një kryetare e komunës së Kamenis. Udron. Faleminderit për shtrem, me mbrëma juve, kandidatëve të gjithë shikuesve. Programin tonë qeverisës e kemi ndërtuar mbi parimin qytetarin e qendër, pra të gjithë programin e kemi ndërtuar mbi shqetësimin e tyre. Për 3 muaj me radhë kemi qenë në çdo lokalitet për të dëgjuar ata, pastaj shqetësimet të bëjmë prioritetet tona. Bashkë me ekipin tem kemi vlerësuar se cilat janë shqetësimet e tyre dhe pastaj kemi bërë në 5 shtylla kryesore. Shtylla e parë është zhvillimi ekonomik, bujqësia dhe turizmi. Shtylla e dytë është reforma në arsim, investime në rini, kulturë, sport dhe trashëgimi kulturor. E treta është infrastruktura, urbanizmi, prona, kadastri dhe mjedisi. E katërta është shëndetësia dhe shërbime sociale. Dhe e pesta administrata komunale dhe transparenca. Në pjesën e parë dhe më ato më të rëndësishmet është zhvillimi ekonomik, bujqësia dhe turizmi, për shkak që ka shumë qytetarë të cilët e duan shumë Kamenicën, mirë për shkak të mungesës së mundësive janë detyruar ta lënë ato, po ashtu Kamenica njihet si një ndër vendet më të shpopulluara vitet e fundit, kështu që kësaj pjese e kemi dhënë një rëndësi shumë të veçantë. Si projekt kryesor kemi vendosur të jetë ndërtimi një parku të biznesit, i cili do të krijojë mundësi shumë të rinjeve dhe bizneseve ato për shkak të pikës strategjike që ka Kamenica. Do të krijojmë fonde të veçanta për granta për bizneset prodhuese deri në 30.000 euro, kurse për ato shërbyese deri në 15.000 euro. Po ashtu në bashkëpunim me ndërmarrjen komunale Dardana dhe drejtorinë e bujqësisë do të ndërtojmë pika grumbulluese si për qumsht, si për prodhime tjera bujqësore, që të sigurojmë që të ketë treg dhe cilësi për fermarët. Po ashtu do të ndërmjetësojmë dhe subvencionojmë kontratat e tyre. Po ashtu do të mbështesim ide të reja, sidomos të rive dhe grave, për të krijuar nisma të reja, sidomos ata të cilët kanë ide inovative. Po ashtu do të krijojmë disa letërnjoftima informative për burqe që të informohemi në kurale për shqetësimet e tyre. 200 fermarë do të mbështesim me sera, kurse qumshtin do ta subvencionojmë deri në 10 cent për litër. Po ashtu do të krijojmë një kopshtari urbane që përveç atyre që jetojnë në fshat edhe ata të cilët jetojnë në qytet do ta kenë zonën e tyre për kopshtari. Pastaj pjesa e dytë arsime, do të kemi qirë dhe falas, do ta shfrytëzojmë infrastrukturën e qytetit dhe fshatrave për të krijuar edhe qendrime ditore që të mundsojmë prindërve, sidomos grave, që të kenë punë të tyre pa u penguar nga fëmijët. Këtë pjesa infrastrukturore e kemi ndarë në 2 pjesë. E para, infrastruktura e cilat na ndihmon për të krijuar zhvillim ekonomik dhe e dyta, infrastruktura për fshatra dhe qytet. Pastaj tek shëndetësia, subvencionim i banave për pensionez, shëndetësi më cilësore për gjithë qytetarët dhe administrata komunale dhe transparenca, që gjithçka të jetë transparente dhe të krijojë një besueshmëri të qytetarit. E kemi ndarë në 3 objektiva. E para është për ato të cilat kanë nevojë për intervenim emergjent, e dyta për më afatgjatë dhe e treta për pjesën e zhvillimit ekonomik. Faleminderit shumë. 3 minutë që shfrytëzua